Shikues të respektuar të televizionit Tuskana, mirë se vini në bisedë me që ne sonte do të trajtojmë një çështje që ka zgjuar një debat të madh në opinionin publik, jo vetëm në Maqedoni, por edhe jashtë Maqedonisë në Shqipëri dhe në Kosovë. Ajo ka të bëjë me vendimin e gjykatës kushtetuese për anulimin e akteve që lidhen me emërimin e rrugëve në Tetov. Për të biseduar më tepër rreth anulimit të këtyre vendimeve, ne në studio kemi të ftuar gjykatësin e gjykatës kushtetuese, profesor Dr. Osman Kadriu. Profesor, faleminderit për kohën që çdo herë gjini që të flasim për këto tema. Është kënaqësi të marr pjesë përsëri në këtë emision. Ju faleminderit. Profesor, si pyetje e parë do të ishte ajo se çfarë konkretisht vendosi gjykata kushtetuese lidhur me rrugët në Tetov dhe pse u mor ky vendim? Po, siç është informuar opinioni, para një vjeti e tepër në gjykata kushtetuese u parashtrua një iniciativë nga lidhja luftarëve në Tetov, me të cilën iniciativë kundërshtoheshte me fakte dhe akte sipas bindjeve të tyre vendimi për emërimin e rrugëve, shesheve, urave në Tetov, vendim i cili sipas statutit të çdo komune, edhe ashtu në lidhje me statutin e komunës të Tetovës, ka qenë kompetent Këshilli Komunal i Tetovës, edhe ky vendim për informimin e opinionit është sjellë në vitin 2007. Edhe çka ndodhi? Përsërisë para ashtu një vjeti e tepër u pranoi iniciativa, u formu land, edhe sipas radhës edhe dinamikës të shqyrtimit të landëve të cilat formohen në bazë të iniciativave në gjykatën kushtetuese, para më tepër se 2 muajsh, gjykata kushtetuese në fazën e parë pati në shqyrtim iniciativën në fjalë, dhe atëherë me shumicë të votave gjykata solli vendim për nismën, për fillimin e procedurës që të vlerësohet vallë është vendimi në përputhje me kushtetutën dhe me ligjin, ose ekziston një, të them, jo përputhshmëri me kushtetutën. Në fazën e parë, 3 gjykatës nuk e votuan vendimin që të fillojë procedura. Ne tham edhe mbrojtëm tezën se ato të dhana, fakte dhe rrethana në të cilat thirret iniciuesi nuk kanë arsye, nuk kanë mbështetje. A çka ishte në pyetje, edhe çka kontestoheshte, edhe pse kontestoheshte vendimin e fjalë. Së pari, kontestoheshte se disa emra të rrugëve nuk mund të kuptohen në gjuhën maqedonase kur përkthehen në gjuhën maqedonase. Dëshmorët e kombit, Kongresi i Manastirit, edhe disa emra të personalitetet të njohur të kombit shqiptar. Vërtetja ishte se ata që nuk janë shqiptar nuk mund ta kuptojnë edhe duhet të përkthehen, domethënë, edhe në gjuhën maqedonase. Vërtetja e dytë ishte se në procedurën për miratimin e këtij vendimi nuk është kërkuar edhe nuk ka pajtim nga qeveria, meqense thirrën edhe tash, se ekziston vendim qeveritar i cili vendim i parashikon kushtet edhe procedurën për sjelljen e vendimeve nga ana e këshillave të komunave në tërë territorin kur punohet për emërimin e rrugëve. Rreth vërtetës së parë, ne 3 dhamë arsyetim, së pari unë, edhe mbështeten e 2 kolegët tjerë, se çështja e emërimit të rrugëve edhe ato kundërshtime se nuk kuptohen në gjuhën maqedonase, ne e mbrojtëm tezën, e mbrojmë edhe tash, se emrat e përveçëm nuk përkthehen. Kongresi i Manastirit është Kongresi i Manastirit, nëse përkthehet,
atëherë humpat atë kuptimin, brendin, domethënien, duhet të përkthehet domethën Bitolski Kongres, ose dëshmorët e kombit, ose tjera emrime. Edhe këtu, sikurse u dakorduan se ky qëndrim domethën, ky fakt dhe ky prapësim, kundërshtim nga luftarët me të vërtet nuk mund të mbrohet. Çështja e dytë ishte se vallë a ka mangësi në procedurën e miratimit të vendimit nga ana e Këshillit në vitin 2007. Këtu duhet të vërtetohet fakti, i cili fakt me të vërtet buron edhe nga vetë vendimi qeveritar se si zhvillohet procedura dhe cilat kushte dhe cilat akte procedural duhet të plotësohen kur Këshilli miraton një vendim të tillë. Gjykata i drejtohet Këshillit Komunal të Tetovës me kërkesë konkrete të na japin përgjigje se vallë në procedurën e miratimit të këtij vendimi a ka pasur me të vërtet vendim edhe mendim nga qeveria edhe është kërkuar ose jo. Edhe mundi të përmendondi. Morëm përgjigje nga Këshilli se punohet për landë të vjetër, vendimi i vjetër, dhe nga dosja e kësaj lande e vitit 2007 ne nuk kemi gjetë do një shkresë, do një kërkesë, do një mendim, do një lutje, t'i drejtohemi qeverisë. Zë Këshilli Tetovës. I paraqitemi qeverisë, që të bindemi dhe me thonë se valla ka pas me të vërtet procedurë edhe në procedurë kërkesë për mendim, për pajtim, për pajtueshmëri nga ana qeverisë. Qeveria nuk ne e përgjigjen. Ne tre e mbrojtëm tezën. Së pari, me qenë se punohet për vendim i cili është i sill shumë herët, 2007. 20 vite. Gati 20 vjetë. Ai vendim deri tash ka prodhuar efekte juridike. Ka qenë në fuqi juridike. Është akoma në fuqi juridike. Edhe në dy. Me qenë se ne në gjendjen faktike nuk e konstatuam, nuk e vërtetuam faktin se vallë ka pas kërkesë ose nuk ka pas kërkesë në qeveri, ka pas mendim ose nuk ka pas mendim se qeveria nuk në dha përgjigje. Edhe mbështetëm tezën se me qenë se punohet për një land të vjetër, vendim i vjetër i cili ka prodhuar, ne nuk e shohim të arsyeshme se këtu mundet të iniciohet procedura për vlerësimin e kushtetueshmërisë edhe të ligjshmërisë të vendimit në fjalë. Dhe përfundoi seanca në fazën e parë, tash ashtu është edhe procedura, në fazën e dytë, me qenë se atëherë u soll vendimi me shumicë votash, natyrisht, për nismën, për fillimin e procedurës dhe vlerësimin e ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë, me datë 17, dhe me thanë, e kishim tash landën në votim. Në fazën e dytë, duhet të gjykata të sjellë vendim. Prej vendimeve sipas kushtetutës që mund të sjellë gjykata, kur në fazën e parë është filluar procedura për vlerësimin, mund të jetë vlerësimi abrogues ose anullues. Edhe në këtë seancë ne nuk e votuam vendimin që u dha nga gjykatësi referues, u dha vendimin jo të anullohet, por u dha propozimi që gjykata të sjellë vendim për abrogimin e vendimit. Edhe kështu ndodhi dhe me thanë me vendimin. Ne mbrojmë tezën se nuk ka mbështetje dhe me thanë kushtetuese dhe ligjore që vendimi i gjykatës kushtetuese të jetë abrogues si që ndodhi në rastin konkret. Dhe vendimi abrogues cilat pasojë juridike i sjell? Po ka këtu në një do me thanë shumë shpjegim të theksuar në kushtetutë se cili është dallimi ndërmjet vendimit abrogues dhe vendimit anullues. Nëse gjykata sjell vendim anullues, a vendimin anullues e sjell gjithmonë kur me një intensitet të lartë shkilen dispozitat kushtetuese ose ligjore. Vendimi anullues, ju lutem, gjithmonë ka efekte dhe veprim prapa veprues, retroaktiv, që do të thotë që të gjitha pasojat i cili ka prodhuar një akt juridik, i cili tash anullohet, duhet edhe ato të menjanohen nga rendi juridik. Nga fillimi, nga çasti kur u sjell vendimi. Çështja e dytë, lloji i dytë i vendimit që sjell gjykata kushtetuese kur
konstaton se përsëri ka shkelje të kushtetutës, është si rasti konkret vendimi abrogues. Në këtë rast, vendimi i gjykatës kushtetuese vepron prej ditës kur e ka sjell gjykata edhe matutje. Do me thënë, prej tash nuk vlen ai vendim, pa mos u kthy prapë që të kthehen edhe të gjithë pasojat, të shërohen të gjithë pasojat, të menjanohen gjithë pasojat. Ajo çka është realizuar, këtu të qetë, do me thënë, vendim do të konstatohet se nuk ekziston, edhe nuk ka vendim, do me thënë, për emrimin e rrugëve. Profesor, kanë qenë të zbatueshme këta vendime të tofme që lexova tash qëndrime të ndryshme që më tepër e bën eksponent politik, se edhe pse kanë qenë të sjell me ato vendime, nuk kanë pas zbatueshmëri në dokumentacionet lokale që ata i kanë pas, apo banorët që kanë banu në ato rrugë. Unë drejt tregoj këto të dhana me shumë të drejtë i prezentoni. Kam dëgjuar edhe unë prej mediumeve dhe prej tjerëve, se si ka ndodhur faktikisht në praktikë zbatimi i këtij vendimi, unë fare nuk kam njohuri. Edhe ato janë çështje faktike, do me thënë se si është vepruar, a janë regjistruar me të vërtetë, a nuk janë regjistruar, a janë zbatuar, a nuk janë zbatuar, janë çështje konkrete të natyrës dhe të karakterit tjetër. Edhe ato nuk e sjellin në pyetje, do me thënë, vendimin e gjykatës kushtetuese. Vendimi i gjykatës kushtetuese është i qartë, është abrogues, e tash duhet të vendoset çka matutje. Profesor, me që ju e përmendet lidhja e luftarëve, kjo me siguri është luftarëve të 2001-shit nga Pala Maqedona, se ata e kanë ngritë si procedurë këtë që ta sqaruan për shikuesit, dhe përmendet në shpjegimin e juaj edhe atë që jeni drejtuar me kërkesë edhe komunës edhe qeverisë. Unë do kisha dash dy pyetje për të dyja. Do me thonë, komuna sa pati interes që të ndihmoj me dokumentacion, me që ja që kanë janë përgjigjur se janë vendime të shumë më herët dhe nuk kam pas dokumentacione, dhe pse gjykata kushtetuese nuk priti një informacion prej qeverisë, po shpejtoi me sjelljen e këtij vendimi. Shikoni, ne përsëris nga ana e Këshillit pranoi gjykata një lloj përgjigje, por përgjigje lutem ishte në një fjali, sipas të cilës Këshilli Komunal nuk posedon të dhana konkrete, shkresa, dokumentacion, me qenë se punohet për lanë të vjetër, punohet për vendim të vjetër, dhe ne nuk kemi në arkivin e jonë këto të dhana. Qeveria nuk në dha përgjigje se ka pas mendim, ka pas pëlqim, ka dhanë pëlqim, ose nuk ka dhanë, pa ta si veprojnë. Ata neve në sjellin vendimin qeveritar se si shpjegohet edhe si rregullohet çështja e vendimeve komunale, me të cilat vendime rregullohet edhe bëhet emrimi i rrugëve. Po ka qenë një informacion tepër i nevojshëm për gjykatën kushtetuese në këtë rast, profesor, se ka qenë pjesë e vendimit të juaj, do me thonë informacioni i qeverisë, dhe të mos pritet ai informacion. Po të vërtetoj fjalën, ky është ai shkaku kryesor që ne tre gjykatësit e dajtëm mendimin edhe thamë, me qenë se ne tash, ja e shqyrtuam landën, kemi pas disa seanca për këtë landë, edhe në seancën e fundit, kur duhet ta konstatuam, ta vërtetuam gjendjen faktike, në gjendjen faktike ne nuk kemi, do me thënë, të dhana se me të vërtet ka pasur qëndrim edhe mendim edhe vendim gana e qeverisë, ose nuk ka pasur. Me qenë se nuk kemi këta të dhana, duhet vendimi të jetë, do me thënë, në favor të vendimit edhe vendimit të ngelin në fuqi. Ajo të miratohet vendimi, mirë po nga shumica dhe votuam vetëm 5 vetë, se 9 nuk kemi tash, gjykatësi 9 akoma nuk është i zgjedhur, jemi 8 vetë, 3 vetë dhe me thënë votuam kundër, faktikisht në mbi votuan, 5 vetë e sollën vendimin me shumicë të thjeshtë që vendimi i komunës të abrogohet. Në bazë të shpjegimit juaj, profesor,
atëherë i bi që pa fakte ka vendos gjykata kushtetuese, me që nuk ka disponu fakte, a ka pasur apo nuk ka pasur pëlqim nga qeveria në rastin konkret. Po ky është edhe fakti, prandaj ne e theksojmë se nuk mundemi të konstatojmë se vendimi komunal është jo kushtetues, se ne në gjendjen faktike që kemi vërtetuar nuk erdhëm në të dhëna konkrete rreth mendimit të qeverisë. Dhe thonë ju si gjykatës shqiptar që jetë në mbrojtje të patjetër të vendimit. Edhe tham se nuk ka nevojë të greta çplun, meqense punohet për një vendim shumë i vjetër, prodhon efekte juridike, është fuqi juridike, zbatohet edhe tash, a çështja e mendimit pozitiv ose negativ, ne nuk kemi të dhëna se ka ose nuk ka një vendim të tillë, një mendim të tillë, një qëndrim të tillë nga ana e qeverisë. Do thonë çështja që debatohej ishte vetëm mendim a ka pas apo nuk ka pas qeveria për këtë. Profesor, çfarë tash obligohet komuna e Tetovës pasi sillet o sjell ky vendim, do shpallet me siguri edhe në gazetën zyrtare, çfarë obligon më pastaj komuna e Tetovës? Shumë mirë përmendë këtë pyetje dhe këtë pyetje dëshim me qëllim ta elaboroj për hir të opinionit edhe për njohuri të opinionit është në mënyrë burimor të saktë juridik kushtetuese si zbatohen vendimet e gjykatës kushtetuese. Edhe kolegët e ju nga televizioni Koha e Tetovës më paraqiten me këto pyetje, meqense atje tash në Tetovë edhe magjorëse komuna e Tetovës shpalosen mendime gati me brengose se kinse tash me vendimin e gjykatës kushtetuese do të hiqen tabellat. Me vendimin e gjykatës kushtetuese do të vjen në shprehje edhe në fuqi vendimi i vjetër që janë emëruar ato rrugët Marshall Tito, Jena, Boris Kidri, që kështu me radhë. Edhe tash çka duhet të vendosë Këshilli Komunal? Përgjigje kjo. 3 çështje do t'i shpjegoj, themi që të kuptohet, ju lutem, roli, efekti i vendimit të gjykatës kushtetuese, pasujet e atij dhe si duhet ai të ekzekutohet, si duhet të përmbushet nga ana e Këshillit Komunal. Në 1. Asnjëherë me vendimin abrogues të gjykatës kushtetuese, kur abrogohet një dispozit konkrete, ligjore, vendim tjetër nënligjor, vendimet komunale, me vendimin e gjykatës kushtetuese nuk vjen në shprehje dhe të vijë në fuqi vendimi vjetër. Asnjëherë kjo nuk ndodh. Atë kompetencë nuk e ka gjykata kushtetuese. Edhe për shembull, ligjet. Kur gjykata kushtetuese abrogon një ligj, asnjëherë me vendimin e saj nuk thohet se tash me abrogimin e këtij ligji do vijë në fuqi, gjykata të vendosi, të vijë në fuqi ai ligj i cili ka qenë i ndryshuar nga ana e parlamentit. Jo. Ne e abrogojmë, gjykata kushtetuese e abrogon ligjin fjalë, vendimi i dërgohet parlamentit, parlamenti aty të që është i obliguar të veprojë sipas vendimit të gjykatës kushtetuese edhe çfarë ligji do sjellë tjetër. A do të sjellë ligjin e vjetër, a do sjellë ligj tjetër, kryesore ajo duhet ta zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese duke respektuar udhëzimet, rekomandimet që jep gjykata kushtetuese sepse është abroguar. Edhe në 2. Me vendimin e gjykatës kushtetuese në rastin konkret, me automatizëm, theksoj, me automatizëm, asnjëherë nuk mund të hiqen tabellat e tashme. Ato ngelin, vendimi ngel derisa çështja e tretë tash. Vendimi i gjykatës kushtetuese, pasi të shpallet vërtetore zyrtare, gazetën zyrtare të Maqedonisë, veriut. Një ekzemplar të vendimit e pranon edhe Këshilli Komunal. Këshilli Komunal tash do të fillon procedurë të reje, krejtësisht të reje, për sjelljen e një vendimi të ri. Me faktin se Këshilli Komunal do të filloj procedurë, a është i obliguar të filloj
procedurë për sjelljen e vendimit të ri. Me atë gjykata kushtetuese, ju lutem, e arrin atë efektin e vetë të vendimit që ka sjell. Atëherë gjykata kushtetuese konstaton se Këshilli Komunal ka filluar të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese me vetë faktin se ka filluar me aktivitetet konkret rreth vendimit të ri. Deri atëherë, sa nuk miratohet vendimi i ri, ju lutem tabellat ngellin. Kur tabellat mund të hiqen, ju lutem, kur mund të hiqen? Nëse për shembull e pranon Këshilli Komunal vendimin e gjykatës, vendimi i gjykatës edhe me vendimin e gjykatës është abroguar vendimi ekzistues për emërimin e emrave, edhe Këshilli vazhdon ta zbaton vendimin që është tash në fuqi ai abroguar nga gjykata kushtetuese, edhe nëse kalojnë ato afatet e arsyeshëm, të kuptueshëm, Këshilli Komunal nuk ndërmerr asnjë lloj hapi, asnjë lloj veprimi rreth ekzekutimit të veprimit të gjykatës kushtetuese, atëherë për informimin e ju dhe të opinionit për zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese kompetente është qeveria. Ajo atëherë mund të jap urdhën inspektorëve konkret që të dalin në vend të ngjarjes, në vendet konkrete, edhe të filluan të me thanë me çekan edhe me dan të hekin tabellat. A do të ndodh kjo në këtë luksos? Nuk do të shkon qeveria. Nuk do të shkon qeveria. Prandaj unë jam mendimit se nuk duhet të ketë asnjë lloj brengosje se me vendimin e gjykatës kushtetuese me automatizëm do të hiqen tabellat, me automatizëm do të kthehet vendimi i vjetër me emrat e vjetër. Ajo nuk ka të ndodhi, asnjëherë nuk ka ndodhur, edhe në këtë rast nuk duhet të ndodhi, edhe nuk mund të ndodhi. Profesor, nëse këtë kam përgjegjësi dhe me thënë juridike, si jurist me përvojë 50 vjeçare edhe plus si gjykatës kushtetuese ta informoj opinionin se si zbatohen vendimet e gjykatës kushtetuese. Kush janë efektet e vendimeve të gjykatës kushtetuese? Do me thonë, nuk ka ndonjë vendim tjetër në fuqi, por do të besin në fuqi vendimi i 2007 derisa cilët një vendim tjetër. Po. Profesor, në qoftë se këta se ne kaluan, për shembull me që ndryshimi i emrave kërkon edhe votim të dyfisht në këta komunë, aty do të votuan edhe këshilltarët Maqedonas, me që ata janë në pakis në komunën e Tetos dhe nuk kanë mundësi të sjellin një vendim të ri. Atëherë është e vetme rrugë tjetër që qeveria mund të vendosë në ndryshimin e këtyre emrave. Nëse nuk do ketë një vendim tjetër. Shikoni, ajo çështje është shumë mirë për ashtu, vetëm që aty ne faktikisht edhe unë si gjykatës kushtetuese dhe si ekspert i drejtësisë, profesor i drejtësisë, edhe gjykata në tërësi, por edhe qeveria, ne nuk kemi aty në përgjigje. Pse nuk kemi përgjigje? Se çështja e miratimit të vendimeve për çdo çështje, duke përfshirë edhe çështje domethënë që kanë të bëjnë me emërimin e rrugëve, është pastër i lutem kompetencë të komunës, të këshillit. Këshilli komunal ato vendime do t'i sjellë konform dispozitave të ligjit për qeverisjen lokale edhe konform dispozitave të statutit të tyre. Në drejtësi ekziston, kur flitet për statutin e komunave, statuti i komunave për komunën është një lloj kushtetute vogël. Statuti i komunës është kushtetute vogël për komunën. Ato ju lutem tash, si do të zbërthejnë atë çështjen e miratimit të vendimit, si do të sigurojnë atë shumicën, është çështje faktike. A kanë afat profesor në zbatimin e vendimit? Afat? Afat nuk ka, por gjithmonë ne kemi një lloj afati tolerues në kuptimin se duhet në një afat të arsyeshëm, të kuptueshëm të zbatohet vendimi. Cilat janë masat që gjykata kushtetuese monitoron do të thonë aplikimin e vendimeve që i sjell për institucionet. Në çfarë mënyre e monitoron? Përsëris se gjykata kushtetuese pasi e sjell vendimin, qoftë me thonë kur aborgohet akte të parlamentit, akte të ministrive, akte të qeverisë, duke përfshirë edhe aktet në ligjor që sjellin komunat, këshillat komunale,
ajo, ju lutem, matutje nuk ka asnjë lloj kompetence konform kushtetutës të interesohet se si do zbatohen dhe a do zbatohen ajo. Përsëris, ajo ngel në kompetencë të organit, që duhet dhe me thanë të zbatuj, është obligim i tij, edhe në fund, kur organi dhe me thanë dështon, ose nuk merr masa, atë vjen në shprehje dhe me thanë qeveria që të interesohet për zbatimin e tyre. Aty të që gjykata nuk ndërmerr asnjë lloj veprimi. Bile për informimin e ju dhe të opinionit, ne edhe për shumë raste që ndëgjojmë se nuk zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese, ne nuk paraqitemi me urgjencë në organet konkret, me kërkesë, mos them edhe me urdhën, se çka jeni të bëje, pse nuk e zbatoni? Jo. Këto janë kompetenca të dama, ju lutem, dihet se çka është gjykata kushtetuese dhe kompetencat e saj, edhe dihet se cilat janë kompetencat e organeve tjerë të cilat janë të obliguar të vendosin konform vendimeve të gjykatës kushtetuese. Profesor, unë do kishte dashur që pak të ndalemi shkurtimisht edhe rreth jurisprudencës, një temë tepër e diskutueshme në Maqedoninë e Veriut. Vetëm ta rumbulloj, ju lutem, këtë çështjen që përmendet rreth miratimit të vendimit. Meqense punohet dhe me thanë për një procedurë, flas dhe me thanë për vendimet për emrimin e rrugëve, kjo mutatis mudantis vlen jo vetëm për Tetovën, por për të gjitha komunat tjera. Rigorozisht ju lutem apeloj si jurist i gjykatës të respektohet procedura edhe të respektohen ligjet. Të respektohen ligjet. Të respektohen kushtet që kërkon ligji dhe vendimi dhe rregullativa pozitive. Meqense nëse ka përsëri, paraqiten përsëri mangësi në procedurë ose mangësi rreth plotësimit të kushteve që kërkon vendimi qeveritar, atëherë përsëri ne do kemi problem me ato vendime. Se për informimin e ju dhe të opinionit, ky është rasti i parë që gjykata me shumicë votash, edhe ne pse nuk u dakordum se tham se ky shkelje nuk është serioze që të kuptohet se është shkel kushtetuta edhe ligji, por ne kemi pas, ju lutem këtë do të theksoj që të kuptoj opinioni. Për komuna tjera, iniciativa për ndryshimin e emrave, emrimin e rrugëve, të shkollave, të objekteve, me emra, ne ato vendime i kemi vërtetuar. Kështu ka qenë, sidomos në komunat e Shkupit, të qytetit të Shkupit ka pas shumë iniciativa. Ne të gjitha ato vendime, ju lutem të këshillave komunale i kemi respektuar. I kemi zbatuar, i kemi vërtetuar. Pse? Se edhe në përfundim, se në procedurën e miratimit atyre vendimeve nuk ka pas shkelje. Është respektuar rigorozisht statuti komunës, ligji për qeverisjen lokale, vendimi qeveritar për emrimin e rrugëve, edhe e drejta pozitive, objektive në tërësi e shtetit. Pik. Aty gjykata kushtetuese nuk ka çka të preki, për ku të kapet do me thanë se ka lëshim që t'i abrogon. Ato vendimi janë vërtetuar. Këtu do me thanë përsëris, do me thanë apeli im është që nuk ka brengosje se do të humbet do një e drejtë, por kjo e drejtë do të realizohet, ashtu si që ka qenë edhe më para, por me kusht, ju lutem që procedura të zbatohet sipas ligjit edhe sipas vendimeve tjerë. Profesor, desha të dalim pak ke provimi i jurisprudencës në ministrinë që jepet në Ministrinë e Drejtësisë. Ka pas shumë debate rreth mënyrës e propozimit që bëhet. Tash propozim ligj konkret nuk ka. Si do ta kishit komentuar këto propozime që bëhen në këtë drejtim që gjysma e provimit të jepet shqip, gjysma e provimit të jepet maqedonisht? Shiqoni, unë edhe për këtë çështje jam prononcuar para kolegëve të juaj në mediume të ndryshme edhe gjuhën shqipe dhe gjuhën maqedonase, unë qëndrimin e kam shumë të qartë. Është me kushtetutë dhe me ligj që provimi i jurisprudencës për kandidatët shqiptar të mundsohet edhe në gjuhën shqipe. Pik. Dy shtylla juridike këtë e mundsohen. Së pari, ligji për gjuhët,
Me qenë se ke ligji për gjuhën, që lutem gjuha shqipe si gjuhë zyrtare garantohet në institucionet e shtetit, në shtet, në nivel të shtetit, duke përfshirë me thanë të 3 pushtetet, ligjithanës, ekzekutiv edhe gjyqësor. Në kuadër të institucioneve ne kemi Ministrinë e Drejtësisë. E për ju lutem Ministria e Drejtësisë si institucion, edhe si pjesë përbërëse e qeverisë, si antare e qeverisë, atë e obligon ligji për përdorimin e gjuhëve, ku thuhet se në atë institucion do zbatohet edhe gjuha shqipe. Ja, do me thënë, në këtë institucion, me qenë se ky institucion është kompetent për organizimin e provimit të jurisprudencës, ky institucion i sjell ata aktet në ligjor, rregulloret, ky institucion duhet në aktet e tyre ta parashikon mundësinë edhe të drejtën që gjuha shqipe të zbatohet edhe të përdoret edhe për provimin e jurisprudencës. Shtylla e dytë, me qenë se ky provim është një pjesë e provime, ju lutem dhe më thanë, në ciklin e lartë që i kemi ne. E po, ju lutem, me ligjin për arsimin sipëror të vitit 2003, për herë të parë intervenohet konform kushtetutës, se për shqiptarët garantohet edhe arsimi në gjuhën shqipe në të gjitha nivelet. E po ju lutem, në qoftë se garantohet gjuha shqipe në të gjitha nivelet e arsimit, a ky provim është pjesë e atyre provimeve, si mund të të gjithë provimet tjerë pranohen, të ligjerohen, të ndëgjohen, të gjepen në gjuhën shqipe, a për këtë provim, jo. Edhe dyta, tash kalkulimet e fundit, po, do të pranohem vetëm pjesën teorike, a jo edhe praktike. Atëherë ne nuk kemi, ju lutem, nuk kemi zbatim të gjuhës shqipe edhe në provimin e jurisprudencës. Nuk mundet në atë mënyrë të garantohet edhe të zhvillohet provimi i jurisprudencës në formë gjysmake. Atëherë, konkluzioni unë gjithmonë them, ose do të pranojmë se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare, ose do të themi edhe të njoftohet opinioni se gjuha shqipe nuk ka gjuhë zyrtare në pikë. Atëherë në këtë rast, do të thonë, nuk duhet faktori shqiptar në qeveri të pranojë një zgjidhje të këtij. Edhe pse kjo më çështje politike, kur përmendet faktorin politik shqiptar, edhe një çështje të theksoj se tash, sidomos, me qenë se ishte aktuale tash, dhe prandaj edhe më thirrët për këtë çështjen e vendimit komunal. Ja i ndëgjoj, ju lutem, përplasjet ndërmjet partive politike shqiptare. Opozitë dhe opozitë. Kush ka fajtor? Asi nuk ka fajtor këtu për këtë vendim, ju lutem. Nuk duhet kërkohet fajtori. Është bo një lëshim, qofse ka lëshim, pa marrë parasysh se ne e mbrojtëm tezën se nuk ka lëshim, po ja, gjykata kushtetuese vendosi me shumicë se ka lëshim, ju lutem, le të filloj procedura, le mos kërkohet fajsi ose dorëheqje ose përgjegjësi, nuk ka këtu përgjegjësi. Vendimi o sjell se nëse kërkohet përgjegjësi, tu tregoj se nuk ka këtu përgjegjësi. Ne, si gjykatë kushtetuese, sa ligje ose dispozita të ligjeve i abrogojmë, atëherë do të thuhet se ajo shumicë parlamentare që e ka sjellë atë ligj, gjykata kushtetuese ka abroguar, duhet shkojnë në shtëpi. Duhet ta hapi dorëheqje. A ka ndodhur ajo kënjëherë? Asja nuk ndodh. Prandaj këto nuk ka përgjegjësi. Ato lëshime prandaj ekziston gjykatë kushtetuese e cila i korrigjon ato përmirësime, ajo të ketë përplasje se për këtë çështje, pse më brengos kjo çështje e përplasjes. Ju lutem, sidomos, ja ka 3 herë përsëris, atë çka du të them. Kur punohet për çështje të karakterit nacional shqiptar, këto forca duhet të jeshin të bashkuara, edhe të pozitës, edhe të opozitës. Vetëm ashtu mundet të mbrohet kauza shqiptare. Nëse ka përçarje, kauza shqiptare nuk mbrohet. Edhe ke pyetja juaj, edhe ke provimi i jurisprudencës, këto duhet jenë me kamgullës. Pa marrë parasysh, lutem, mendimet e ekspertëve, çka ka thënë Osman Kadir, çka ka thënë Hasan Hasani, ato politikisht, ju lutem, duhet të vendosin se është në interes të drejtave të shqiptarëve, të statusit të shqiptarëve, të kauzës shqiptare që t'jenë unanim edhe të vendosin së bashku me forcat të përbashkëta. Vetëm ashtu mund të zbërthehen çështjet edhe problemet të karakterit nacional. Edhe kur erdh ke provimi
këtu dhe të rumbullaksojmë qenë se kohën e kemi në sigurit kufizume. Para disa ditë që ju lutem Parlamenti Evropian në seancën në rregull të tyre, përveç pyetjeve tjera, shqyrtoi edhe raportin për progresin e Maqedonisë dhe problemet që ka në Maqedoni. Ju lutem, shiqoni çfarë amandamenti ka sjell Parlamenti Evropian. Shumë në favor, në dobi, në interes të nevojave të shqiptarëve, statusit të shqiptarëve, të drejtave të shqiptarëve. Me amandament të veçantë, Parlamenti Evropian i drejtohet shtetit Maqedonisë, pushtetit Maqedonisë, edhe thot, të respektohet ligji për gjuhët, të respektohet marrëveshja e Ohrit, të respektohet provimi i jurisprudencës në gjuhën shqipe. Në tërësi. Ja dhe me thonë, kjo për ne është shumë mirë, a unë si profesor i së drejtës, për pushtetin kjo është shuprak e fort. Si lejoj dhe pse lejon pushtetit, do me thamë Parlamenti Evropian të vendosi për një çështje banale, të cilën çështje duhet ta vendosi vetë shteti dhe pushteti. Ajo shuplak për pushtetin. Unë si e vlerësoj, me siguri se qeveria dhe parlamenti kanë mendimin e tyre, nuk u përzihem. Ky amandament duhet tjetë shkak që të kërkohet përgjegjësi konkrete prej pjesëtarëve të pushtetit. Përgjegjësi konkrete. Se është dopsi, është minus i madh politik. Mangësi e politikës shtetërore. Që politika shtetërore lejon që Parlamenti Evropian të trajtojë një çështje të cilën duhet ta zbërthejë shteti dhe pushteti. Pikë. A pritni profesor që të zgjidhet kjo çështje? Ju pyet si ekspert, tash nuk në pozicionin e gjykatës. Unë jam i mendimit sidomos pas amandamentit të veçantë që solli Parlamenti Evropian në seancën e tashme, para disa ditëve, pushteti do të korrigjon pikpamjet e tij që kjo çështje të vendoset ashtu siç i takon. Siç e meritojnë, meritojnë themi shqiptarët. Kur gja jashtë kushtetutës, vetëm në kuadër të kushtetutës, në kuadër të frymës të kushtetutës dhe në kuadër të ligjeve. Pikë. Profesor, ju faleminderit për kohën me që i kaluam 40 minuta në këtë emision, folëm për abrogimin e vendimeve për rrugët në Tetov, që është një temë që mjaft e diskutueshme, mendoj që shpjegimet e juaja do të jenë tepër të nevojshme për popullatën përgjithësi. Unë mendoj se ata brengosje që i kishin edhe që thanë se do bëhet kjo, do bëhet ajo, ku janë nuk ka të bëhet, le të veprohet si mas vendimit gjykatës kushtetuese edhe nuk e ketë pasoja. Ju faleminderit që çdo herë jeni të gatshëm që të informoni opinionin. Ju faleminderit për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe shihemi në bisedat të ardhshme rreth temave të ndryshme që kanë të bëjnë me çështjen e drejtësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.